Elite Travel Group është një nga kompanitë më të njohura në Shqipëri me fokus kryesisht në fushën e turizmit. Po, kemi mbi 26 vite që operojmë në treg. Është një kompani e formuar nga dy vëllezër, nga Elvis dhe Dorit Kotherjet. Është një biznes familjar, edhe prej vitesh tashmë, prej 26 vitesh ofrojnë shërbimet e turizmit si për të huaj dhe për shqiptarët, edhe shumë shërbime tjera që kanë të bëjnë komplet me turizmin. Edhe është një kënaqësi që intervistohem nga një gazetar me eksperiencën tuaj dhe me rëndësinë tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Besoj afro 3 dekada më parë kur lindi ideja për të krijuar këtë kompani, turizmi nuk ishte në këto nivele që ka sot. Vitet e fundit ka njohur një lulëzim, një rritje të vrullshme dhe turizmi është kthyer një industri fitimprurse në vendin tonë. E vërtet. Është një industri që sjell goxha të ardhura, është një industri që ka shumë sfida për të kaluar ende, nuk jemi aty ku duhet. Patjetër që është një mundësi e ardhur për të gjithë shqiptarët që të mirëpresin turizmin nga gjithë bota, pasi tani Shqipëria njihet, nuk është një vend që nuk njihet më për ushqimin e mirë, për mikpritjen, por ka nevojë shumë për që të jemi në ato fazat që të flasim për fitime të mëdha që janë gjatë gjithë kohës, që vazhdojnë në kohë, dhe ishte mirë të kishim dhe fokus pak te trajnimi, te edukimi i stafit, tek ligjet dhe strategjitë kombëtare të jenë pak më të zbatueshme dhe shumë hallka tjera. Po le të themi që jemi në një moment goxha të mirë për Shqipërinë, për turizmin. Duke fituar eksperiencë hap pas hapi në rrjedhën e viteve, kompania juaj është shtrirë edhe në rajon. Keni organizuar veprimtari turistike edhe në Europën juglindore. Po, kompania Elite Travel Group është një kompani e ndarë në disa nën kompani të ndryshme. Për disa është pak e vështirë ta kuptojmë, po që ne kemi nën korporatën kryesore, janë edhe disa nën kompani të cilat operojnë për shembull si Elite DMC-a që sjell turist nga gjithë Europa, nga gjithë bota në Shqipëri dhe jo vetëm, dhe në Europën juglindore, siç mund të jetë Maqedonia, Bosnia-Hercegovina, Kosovë patjetër dhe gjithë vendet e rajonit. Me pak fjalë ne jemi të fokusuar për të sjellë dhe për të ofruar shërbime turistike. Kryesisht vitet e fundit jemi fokusuar tek vendet skandinave, kemi pas goxha klientë nga Franca, nga Amerika dhe nga shumë vende, në gjithë vendet e botës. Shqipëria ka njohur klientë nga gjithë bota, tashmë është bërë një destinacion i mirë njohur kudo, dhe siç kemi vënë edhe Kina ka arritur të sjellë shumë numra në Shqipëri, pasi turistët kinezë janë superstar në çdo vend që ne shkojmë, po ta keni vënë në çdo shtet janë të kudo ndodhur, e vlerësojnë shumë turizmin dhe kështu e vlerësojnë vendin tonë. Edhe ne kemi grupe që çojmë shqiptar në Kinë dhe është një nga udhëtimet më të kërkuara dhe Elite Travel Agency, që është pjesë e Elite Travel Group, është një nga udhëtimet që ne sa e nxjerrim ka raste që bëhet sold out direkte, pasi vërtet kemi një dashamirësi dhe një dashuri shumë të afërt me njëri tjetrin, dy popujt. Të ndalim pak te kjo eksperiencë, udhëtimet në grup drejt Kinës. Ju tashmë keni fituar një përvojë të gjatë, keni dërguar qindra vetë që kanë vizituar Kinën. E vërtet. Si lindi ideja dhe si funksionon kjo eksperiencë? Atëherë, drejtuesi i kompanisë tonë Elvisi është një ekspert që ka qenë dhe guid vetë, është një ekspert turizmi, është një e njeh turizmin në mënyrë të përkryer, por ka qenë dhe vetë, gjëja më interesante është që ka qenë vetë guid. Ka qenë vetë udhërofyes dhe e di shumë mirë punën se si ndërtohet një itinerar bashkë me gjithë stafin e Elite Travel Agency, patjetër, edhe me gjithë stafin e Elite Travel Group, se të gjithë bashkë ndërtojmë të itinerare. Duke u nisur dhe nga eksperiencat që ai ka pas vetë si guid, menduam që nga Elite Travel Agency të nxjerrim një produkt të veçantë për një udhëtim në Kinë. Dhe mund të them që është një nga produktet më të suksesshme që kemi, është vërtet një vend i shumë kërkuar, sidomos në grup mosha 45 deri në 60 është vend fantastik. Dhe ç'është e vërteta, dhe udhëtimet tona janë shumë të mirë menduara, që do të thotë grupet tona që ne bëjmë nga Elite Travel Agency, zakonisht paguajnë vetëm tarifën e përfshirjes të udhëtimit në grup, ku ne përfshijmë fluturimin, akomodimin, zakonisht janë të 3 vakte të përfshira, hyrjen në të gjitha atraksionet, që do të thotë është një eksperiencë që ti nuk bën asgjë, thjesht vjen, e shijon me guidën, me grupin, me frymën e grupit dhe mëson për kulturën, për këtë kulturë kaq të rëndësishme të Kinës,
provon ushqimet e tyre, pijet e tyre tradicionale, është eksperiencë e mrekullueshme. Natyrisht kina afron gjithçka me gjuhët, kulinarinë, historinë, filozofinë, artin, kulturën. Është një vend që mund të eksplorosh gjithçka. Madje më ka bërë përshtypje kur kam qenë vetë që ka një qëndrim të jashtëzakonshëm ndaj shërbimeve. Janë njerëz që janë shumë miqësor dhe dashamirës dhe të përullur, po jo në sensin negativ, të përullur në sensin që po, unë po të ofroj shërbim, ti je miku im sepse unë do të shoqëroj, do të tregoj vendin tim, do të tregoj murin kinez. Janë bashkëpunëtorë shumë të mirë. Edhe vërtet jemi shumë të kënaqur që kemi këto grupet në Kinë, edhe që nga Kina jemi përhapur dhe në shumë destinacione të tjera në Japoni, në Tajland, në Vietnam dhe në shumë vende të tjera. Në fluksin e kërkesave në rritje, çfarë profesorësh janë kryesisht ata që orientohen drejt vizitave në Kinë? Profesionet nga më të ndryshme. Kemi pas njerëz që janë biznesmen prej vitesh, të rinj, grupe shoqërore të vogla, nuk është janë grupe të mëdha shoqërore. Kemi pas studiues, po njerëz akademik, njerëz të artit, kulturës. Po, njerëz piktor, të gjitha kategoritë i kemi. Domethënë, tashmë kemi krijuar një komunitet me Elite Travel Agency, e them me plot bindje se është një nga krenarit më të mëdha tona dhe të mia, si drejtues i marketingut që jam. Kemi krijuar një komunitet fantastik ku çdo udhtim i ri ju çohet një klientëve që kanë qenë në udhtimet me ne dhe ata duan t'i provojnë gjitha. Gjitha udhtimet tona duan një moment të jenë aty me guidat, të jenë me grupin, të shijojnë gjithë pamjet fantastike. Mësova që mjaft për atyre që kanë udhëtuar drejt Kinës nëpërmjet agjencisë tuaj kanë trokitur për të rikthyer përsëri, është një fakt interesant. Ne kemi si filozofi dhe si standard pa negociueshëm fare që udhëtimet tona të jenë një eksperiencë e paharrueshme. Kjo është motoja e kompanisë tonë, Elite Travel Group. Mundohemi që guidat të jenë sa më të harreshëm, sa më miqësor patjetër, po sa më njerëz të aventurës, se fundi aty po shkon për pushime, po shkon për një udhëtim kulturor, po shkon edhe të relaksohesh, të heqësh atë stresin e punës, e rutinës së përditshme. Kështu që nga Kina edhe kemi pas klientë që kanë shkuar në Azerbajxhan, që kam qenë vetë, në Egjipt, që kam qenë, po ashtu dhe aty kam qenë, në Vietnam, Tajland, Japoni, Island, Kenya, kemi nxjerrë grup, po na anullu për shkak të luftës. Ne kemi si qëllim që të vizitojmë gjithë vendet e botës. Klientët tanë të çojmë në çdo cep të globit. Madje edhe udhëtime në Arktik kemi ideuar, po për shkak të konflikteve momentale, njerëzit janë trembur pak edhe kështu që jemi fokusuar pak në vende si Kina, Japonia, Islanda, vende që nuk ka lidhje kalimi nga zonat e nxehta. Eksperienca është një instrument suksesi dhe natyrisht që kërkesat do të jenë gjithë në rritje dhe falë një kurioziteti të shtuar dhe një dashurie që ka edhe mes dy popujve, pse jo? Po, kërkesat janë në shtim, sidomos për Kinën. Edhe gjithmonë them drejtën më habit se si nuk ngopen me këtë udhtim, si një vend kërkohet kaq shumë. Dhe është, e them me sinqeritet më të madh, që nuk pushojnë telefonat në momentin që nxjerrim, domethënë nesër ne po nisim një grup diku të 40 vet që po shkojnë 35-40 që po shkojnë në Kinë dhe kemi nxjerrë edhe datën tjetër dhe atë po e mbushim direkte. Domethënë ka vërtet një interes të jashtëzakonshëm. Pasi edhe çmimet janë të arsyeshme për një udhtim që janë 9 ditë që i ketë gjitha të përfshira. 9 ditë. Janë 9 ditë, janë çik udhtime më të gjata, variojnë nga 7 në 9 ditë kemi pas dhe ka qenë dhe një moment 11 ditë. Varet gjithmonë edhe nga fluturimet, nga itinerari, nga çfarë do shohësh gjatë rrugës. Janë udhime në grup që çdo moment ke transportin, guidën lokale, guidën shqiptare dhe kështu që zgjaten pak në kohë. Referuar këtij grupi që niset nesër, nëse mund të më përshkruash në këtë hark kohor për 9 ditësh, çfarë mundësish kanë? Çfarë do të shikojnë në Kinë këtë grup? Është një ndërthurje e një itinerari kulturor dhe një ndërthurje e traditës kineze. Ata do shohin në afër sheshin e mirënjohur Tiananmen, që është duhet ta shikosh njerë në jetë, ta përjetosh atë eksperiencë. Ashtu si dhe murin kinez. Po, muri kinez, që ne madje kemi një video virale me gazetaren Ali Maçubi, që ka qenë aty dhe ka kërcyer valle antropojës në murin kinez.
Kemi disa vende të shenjta të Budës që do vizitojmë sa tempuj, pasi kemi kërkesë edhe për to vendet spirituale për të vizituar. Kemi edhe qytetin e ndaluar që është shumë i kërkuar nga klientët tanë. Qyteti Terrakotës përfshihet në Gujt? Po, dhe Terrakota vizitohet. Gjithashtu kemi dhe një eksperiencë, një lundrim me kroqer në Shanghai. Çdo herë që bëjmë udhëtimin e Kinës, mundohemi të shtojmë në një detaj më të ri që mos të jetë një udhëtim si më parë. Kështu që kemi dhe një eksperiencë me kroqer në Shanghai. Gjithashtu kemi dhe stadiumin Bird's Nest, që është një vend që na e kërkojnë shumë. Me pak fjalë është një itinerar shumë i gjatë dhe shumë vende tjera. Shumë e pasur turistik dhe jo është se për gjithë. Jo është edhe shumë herë na ankohen pse e ngjeshni kaq shumë këtë itinerarin, pse ka kaq shumë gjëra për të parë. Po filozofia jonë është që ti një herë do shkosh në Kinë, mund të shkosh dhe pas disa vitesh, po ideja është me këtë eksperiencë të kesh mundësi të shohësh shumicën e vendeve më të rëndësishme të këtij populli kaq fantastik. Përveç udhëtimeve turistike në grup drejt Kinës, ju prej kohësh organizoni edhe shërbimin e biletarisë për individët që duhen të fluturojnë drejt Kinës. E vërtet, kemi një gamë shumë të gjerë klientësh dhe kërkesash për të vizitu Kinën, kryesisht për biznes. Ne punojmë një nga kompanitë tona, një nga nëndegët e kompanisë tonë është dhe Elite Travel Lufthansa City Center, një përfaqësuese zyrtare e Lufthansa City Center në Shqipëri, në Tiranë, te zyrejon te rruga e Tionit. Dhe ne prej kësaj zyre ofrojmë shumë bileta për biznesmen që duan të ikin në Kinë për të mbyllur kontrata, dealet e tyre të biznesit, kontratat që kanë. Dhe madje është një nga shërbimet tona kryesore që ne i ofrojmë direkte bizneseve për të menaxhuar udhëtimet e tyre, sepse një biznes që ka për shembull 100 punonjës nuk mund të merret dikush me biletat e tyre, kështu që na kontrakton Elite Travel Lufthansa City Center dhe ne e bëm jetën më kollaj duke ofruar biletat me çmime më të mirë. Tani edhe me futjen e Turkish Airlines në Shqipëri ka akoma më shumë opsione të mira për të udhëtuar deri te Kinës me çmime që cilat janë mundësitë, cilat janë destinacionet? Kryesisht është Pekini, është Xi'an, gjithashtu dhe Sanzhou, më duket. Kina vërtet për bizneset është një treg gjigant perandori që nuk do marrë kur së dominuar në tregti. Në këtë fluks në rritje të kërkesave, a keni menduar që të shtireni në Kinë? Po, shumë e vërtet, ne kemi pasur klient nga Kina, shumë herë, po nuk është se ka qenë fokus jonë kryesor, po tashmë ne do jetë një treg që do i kushtojmë shumë fokus. Kina dhe gjithë vendet asiatike janë vërtet një kënaqësi të punosh me partnerët kinez, janë shumë të saktë, janë shumë të ndershëm, siç jemi dhe ne, sepse edhe ne kompanitë shqiptare, qoftë dhe konkurrentët tanë, qoftë dhe ne, jemi serios dhe jemi dhe korrekt në biznes, që është e vërteta. Kështu që mendoj se Kina do shumë shpejt do ta pushtojë Shqipërinë me turistët e saj, siç kemi parë tashmë që ka goxha turistë në Tiranë nga shteti i Kinës, po që mendoj se ardhmja është e ndritur për Shqipërinë. Kam pasur turist kinez jo vetëm në muzeun e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Kruj, po deri në luginën e Valbonës. Po, është edhe në Sarand ka shumë turist nga Kina dhe në qytete si Gjirokastër, e bukur. Shqipëria ka një bekim të madh për sa i përket klimës edhe për sa i përket ushqimit bio. Janë dy nga gjërat më të forte që ne kemi, përveç se edhe mikpritjes që gjithmonë e kemi mbajtur si flamur që na identifikon. Po unë do thoya që klima dhe ushqimi janë të parat që ne duhet të dalim dhe të ofrojmë njerëzve. Shqipëria është një vend i kulturës, i agroturizmit, i domates të bërna fermeri me dashuri, i rrushit të kultivuar nga një familje. I qumshtit që e shikon duke mielur, pastaj e konsumon? Ajo është, dhe ne fokusi jonë këtu duhet të jetë për mendimin tim, që ne duhet këtë t'i ofrojmë dhe popullit kinez dhe çdo popullit tjetër që vjen në Shqipëri për të na vizituar. Kulturën tonë më së miri dhe atë që dim të bëjmë më mirë, të japim me dashuri, qoftë dhe një buk me djathë me domate, ato gjërat e thjeshta, ne ofrojmë më së miri atë, kështu që këtu të fokusohemi dhe rruga e suksesit për mendimin tim është shumë e afërt. Si është një tradita
e lashtë shqiptare në mikpritje, buk, krip dhe zemër. Po, e vërtet, shumë e vërtet, është, besoj e konkludoj kjo thënie. Ishte shumë kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi dhe nder për mua që të intervistosh. Shumë faleminderit. Në ditët e ardhshme mund të organizoni një tur turistik edhe me kolegët tanë, me gazetarët në Kin, për të fituar eksperiencë apo për shkëmbyer përvojë. Po, patjetër. Nga ky vend i mrekullueshëm që ofron gjithçka. Do ishte kënaqësi.